Studentët mbrëm u takuan me zëvendës kryeministrin Bekim Sali në qeveri për të diskutuar rreth nismës që provimi i jurisprudencës të mund të jepet edhe në gjuhën shqipe. Ajo që ra në sy është se nuk u postua asnjë fotografi e nuk u dha asnjë njoftim për këtë takim. Mevlan Ademi nga nisma studentore tregoi për Televizionin 21 se nuk u dakorduan me zëvendës kryeministrin Sali pasi nuk pajtohen me metodën me të cilën qeveria përpiqet ta zgjidhë çështjen që propozim ligji të dërgohet në Komisionin e Venecias. Kjo sipas Ademit vetëm do ta zvarisë procedurën. Propozimi jonë është që të bazohemi në ligjin për përdorimin e gjuhës, i cili është shumë i qartë, dhe ideja e tyre ishte që të propozojnë harmonizim të ligjit, por kjo neve nuk na pëlqeu shkaku i kohës që do marrë ajo. Ata menduan që propozimin ligjor të dërgojnë një herë tek Komisioni Venecian, duke përfshirë edhe komunitetet tjera të cilat janë të përmendur në preambullën e kushtetutës së vendit tonë. Kjo mendojmë ne që do të zvarrit procedurën e kërkesës sonë. Televizioni 21 për çështjen përgjigje kërkoi edhe nga qeveria, por nuk morëm. Ministri i Drejtësisë Igor Filkov, i pyetur për deklaratën e kryeministrit Mickoski sa është i gatshëm të bëjë ndryshime ligjore për të mundësuar dhënien e provimit të jurisprudencës edhe në gjuhën shqipe, ai prerë tha se një mundësi e tillë nuk ekziston. Дали според вас може да се промени законот, како што каже премиерот за Во моментов таква можност нема. Остануваме отворени за дискусија. Ditë më parë, kryeministri tërhoqi deklaratën e dhënë paraprakisht për mundësinë që provimi i jurisprudencës të jepet edhe në shqip sepse ligji është i qartë. Pas kësaj tha se për këtë duhet të bëhen ndryshime ligjore dhe ligji të dërgohet në Komisionin e Venecias.